Shikues nderuar, ju përshëndes, jemi rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme tek disa zhvillime të rëndësishme. Do të nisim fillimisht me Kosovën dhe Serbinë. Do të flasim për fjalën hapse të Bordit të Paqes në Washington, ku presidenti amerikan Donald Trump përmendi drejt për drejt raportin mes Kosovës dhe Serbisë, duke ju drejtuar presidentes së Kosovës Vjosa Osmanit me një mesazh që tingëllon ndoshta i drejt për drejt dhe personal. Pra ai tha, nëse krijojnë probleme, më telefononi dhe ne do ta zgjidhim. Deklarata u shpërnda menjëherë edhe nga Richard Grenell, i cili rikujtoi rolin e tij dhe ndërmjetësimin e mëparshëm, duke theksuar se zgjidha konfliktin mes Serbisë dhe Kosovës. Dhe pikërisht për diskutuar mbi këtë temë ditën e sotme, kam të ftuar deputetin e PDK-s, zotin Isem Berisha. Zoti Berisha, ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje edhe për ju. Zoti Berisha, atëherë të flasim për atë që u fol në Bordin e Paqes. Ky komunikim publik që ndoshta është bërë mes presidentes Vjosa Osmani dhe presidentit të SBA-s Donald Trump ngre edhe pikpyetje të rëndësishme për fazën aktuale të dialogut dhe rolin që SBA-t synojnë të luajnë tashmë në të ardhmen. Mendoni se po sinjalizon presidenti i SBA-s Donald Trump një rikthim aktiv të SBA-s në dialogun mes të dyja vendeve, pra Kosovës dhe Serbisë? Ne kam analizuar që nga ardhja në pushtet të presidentit Trump se nuk ishte në fitore vetëm e qytetarëve amerikanë, por gjithë popujve që synojnë të ndërtojnë demokraci dhe që duan paqen. Unë mendoj se mesazhi doktrinor që është dhënë tashmë, paqe të garantuar përmes forcës dhe stabilitet politik të garantuar me zhvillim ekonomik, janë koncepte doktrinore që zoti Trump veç ka filluar të implementojë në mbar votën dhe kryesisht në vatrat e krizave. Përfshirja e Shqipërisë dhe Kosovës në nënshkrimin e aktit themeltar të Bordit të Paqes është një mesazh i qartë se këto dy vende janë rroshtuar tani në vendet e botës që pretendojnë stabilitetin global, paqen globale dhe atë ta garantojnë përmes komponentes që quhet forward, që sot është një doktrinë e presidentit amerikan. Dhe unë mendoj se kjo siguri globale mund të garantohet në 3 dimensionet, e që janë një forcë besueshme ushtarake, që është synimi i presidentit Trump dhe me reformat që veç po i bën në kuadër të forcës dhe angazhimin e të drejtë për drejtë të aleatëve, por edhe përfshirjen e regioneve, vendeve të caktuara ku pretendon se mbrohen interesat strategjike të SBA-ve në kuadër të ligjit të mbrojtjes, siç e patëm para pak ditë, edhe përfshirjen e Kosovës. Tani për Shqipërinë po e llogarit gjithmonë si pjesë të strukturës ndërkombëtare të sigurisë, se është vend antar i NATO-s dhe në aleancë permanente me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dimensioni i dytë që unë e shoh konsolidimin e kësaj doktrine, implementimin e këtyre doktrinave Trump, është edhe një kohezion politik që duhet me pas, domethënë i cili tash po ndërtohet veç me këtë Bord Paqes dhe me shumë raporte të tjera, edhe të karakterit ekonomik, po dhe gjeostrategjik të sigurisë që ka ndërtuar SBA-ja me aleatë të ndryshëm, dhe një zhvillim ekonomik që i cili garanton stabilitet. Kjo është pjesë e konceptit doktrinor të presidentit Trump. Paqja e qëndrueshme apo ajo çfarë synon presidenti Trump përmes këtyre iniciativave dhe kësaj reforme që po bën në administratën e Shtetit Amerikan me theks në politikat e sigurisë, politikat e jashtme, unë mendoj se është një privilegj dhe shkallë e lartë e përgjegjësisë, por edhe lojalitetit apo besnikërisë që ka treguar dy shtetet tona, por edhe shumë shtete tjera që janë përfshirë me vetë kërkesën e presidentit Trump duke i ftuar atje. Pra, ajo që mendoj se tani jemi përballë një raporti të drejtës ndërkombëtare e cila synon për një stabilitet politik në Ballkan, dhe në këtë kontekst e shoh jo vetëm angazhimin e Kosovës në kuadër të Bordit të Paqes, që të tregoj se është e gatshme të marrë barrën e përgjegjësisë për të mbështetur paqen në botë, me qenë se është edhe një ndër, unë kam qenë në vetë një ndër autorë të rishikimit strategjik sektorit të sigurisë dhe krijimit forcave të armatosura të Kosovës, me fusha misioni ku operacionet ndërkombëtare brenda saj, operacionet e mbështetjes paqes janë edhe fushë misioni e forcës, dhe me këtë po kallzon Kosova se nuk do të jetë më vetëm ajo që konsumon siguri, hapret mbështetje dhe kërkon mbështetje dhe siguri nga aleatët, por do të marrë dhe barrën e përgjegjësisë për ta mbështetur paqen në përbot. Kjo është një tregues pozitiv, kurse fjala e kryeministit të Shqipërisë, zoti Rama, kishte një konotacion më të fuqishëm,
ajnë vuri në theksin tek zhvillimet të cilat quajnë në një destabilitet në Ballkan dhe një mbajtje në gjendje shumë të brishtë të sigurisë në Ballkan. Këtë e kërkojnë nga drejtësia ndërkombëtare, e cila me procesin që po mbahet në Hagë dhe gjykimin e liderit kryesor apo liderëve kryesor të luftës, por edhe të paqes, siç janë presidenti që ka qenë nga detyra zyrtare dhe ish kryetari i parlamentit, unë mendoj se kjo i ka bërë qartë se cila është rruga për të pasur një stabilitet politik në Ballkan, pra një stabilitet qëndrueshëm. Gjykata ndërkombëtare nuk guxon të jetë edhe pse është e pashmangshme, nuk do të jetë faktor destabiliteti politik duke goditur figurat kyçe barçe të luftës. Presidenti tha që u arrestuan në një moment shumë kritik, pra ishte momenti kur pritet në nënshkruajnë një marrëveshje e shtyrë nga vetë presidenti Trump në mandatin e tij të parë dhe që kishte synim pikërisht konceptin doktrinor të presidentit Trump. Pra, stabilitetin politik në Kosovë përmes zhvillimit ekonomik. Pikat që përbante në marrëveshje ishin kryesisht të karakterit në shumicë, do të thonë pjesën ndërmuese, ishin të karakterit ekonomik, që synonin ta përgatisin Kosovën për një ecje të qëndrueshme përpara në momenti kur do të kishte një përmbyllje procesit politik në Serbi, pra si shteti i pavarur dhe sovran. Dhe unë mendoj se kjo do të ndikonte drejt për drejt në rregullim në raporteve, sepse po t'i shihni pikat që janë përfshirë, hekurullat, autostradat, çështja e ujmanit, që është burimi kryesor i çështjeve energjetike në Kosovë, po dhe ujpijes. E të tjera tema që janë përfshirë brenda asaj marrëveshje, mendoj se kanë qenë jetike edhe do të mbeten prapë, edhe nëse sot do të ndodhte ata supozojmë një përmbyllje procesit politik me një marrëveshje finale, Kosova në të ardhmen prapë do duhet krijonte nën marrëveshje dhe do të përballen pikërisht me këto tema që përfshihen në marrëveshjen e Washingtonit. Dhe në një marrëveshje që ishte e shtyrë nga presidenti Trump dhe arrestimi presidenti Tashi pikërisht në këtë moment, unë mendoj se duhet ta bëjnë të reflektojë edhe vetë presidentin Trump dhe fjala e kryeministrit Rama ishte e goditur dhe kërkesa që i drejtoi po ashtu ishte potencialisht e mundshme për të ndikuar në këtë drejtësi që të mos perceptohet si një faktor të stabiliteti apo instrument që të kthehet në një instrument që forcon rendin dhe stabilitetin rajonal. Besoj se do ta ketë efektin e vet. Sa kjo do të jetë e mundshme, mbetet të shtyp. E qartë, por zot Berisha, si do të ndikojë gjithë kjo deklaratë në raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian? Rrezikon ndoshta të krijojë një tension, do ta quaja, mes qasjes amerikane dhe asaj europiane, dhe cili është mesazhi që i përcjellet edhe palëve? A mund të jetë ndoshta një presion, sidomos në një kohë kur dialogu ka kaluar ndoshta në faza të ndjeshme politike, por edhe sigurie? Tani shqipe, vërtet Kosova që ndodhet në territorin e Bashkimit Evropian dhe synimi ynë është integrimi në Bashkimin Evropian, por edhe integrimi atlantike. Mirë po kemi edhe një amanet brezash që është orientimi strategjik i kombit shqiptar, po flasim për Kosovën, aleanca dhe misia permanente me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që unë edhe me tej do t'i konsideroj si faktorin kyç për stabilitetin në vetë Bashkimin Evropian, pastaj po minimizoj në Ballkanin Perëndimor dhe në botën shqiptare apo në Kosovë. Deri në vitin 2022, Bashkimi Evropian ka pas një lloj ambicie me të cilën është munduar ta minimizoj impaktin amerikan në territorin e Bashkimit Evropian. Është munduar ta minimizoj me një objektiv jo real, sepse edhe vetë NATO-ja si është garantuese e sigurisë së Bashkimit Evropian, ju e dini se ka qenë deri me ardhmën e presidentit Trump, ka qenë diku 70% e komplet kapacitetet ushtarake dhe fuqisë ekonomike të NATO-s e ka financuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 30% të gjitha vendet tjera anëtare. Dhe këtu nuk flitet për supremaci, po këtu duhet flitet për një mënyrë racionale për një fuqi garantuese nga shërbimet edhe të vetë Bashkimit Evropian. Pas vitit 2022, kur filloi lufta në Ukrainë, Bashkimi Evropian tashmë ka të qartë se ka qenë i pafuqishëm dhe mbetet i pafuqishëm të përballet me ndonjë sfidë të tipit çfarë është pretendimi rus. Pa prezencën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Ukrainë, në kuptimin
e mbështetjes ushtarake në luftën e Ukrainës kundër Rusisë, Bashkimi Evropian rrezikon, shtetet e Bashkimit Evropian rrezikojnë të riokupohen komplet ai bloku lindor, mos flasim për mundësinë e një shtrie edhe më të madhe. Prandaj, këta Bashkimi Evropian duhet të jetë të vetëdijshëm, duhet të jetë koshient se ndërhyrja e Shtetit të Bashkuar të Amerikës po ju jep hapësirën e nevojshme që të rikonsolidojnë forcat evropiane. Dhe zatën prandaj do bëhet ndarja e buxheti për 800 miliardë, që unë mendoj që ka qenë veprim i mençur për të çuar përpara kapacitetet ushtarake për të përballë me rreziqet në armën. Por mbijetesa dhe ekzistimi i Bashkimit Evropian ashtu si edhe Kosovës është e lidhur drejt për drejt me fuqinë dhe përkushtimin amerikan. Kështu që unë edhe me te jam si të partizan i idesë se ne duhet luftojmë për integrime. Dhe ky është synimi ju, edhe gjitha reformat dhe që po bën qoftë Shqipëri, qoftë Kosovë dhe në brenda të rajonit kanë synim përgatitjen e vendit për integrimin në Bashkimin Evropian, sepse këtu takojmë edhe në aspektin politik, edhe gjeografik, edhe gjeostrategjik, po edhe zhvillimore të tjera, edhe të sigurisë. Por një paqe e shndrueshme është një drejtësi që forcon rendin, jo që i dobëson, jo të prodhoj vakum politik siç po pretendohet nga Bashkimi Evropian, por një forcë që mbron aleatet, por jo që heziton e pastaj krijon pasigurisht siç po ndodh tani qoftë në raport po i thënë miniatur Serbi-Kosovë apo në mega konfliktin atje që është Rusi-Ukrainë, apo edhe në shumë vende të tjera si në lindjen e mesme dhe shumë shtete jo stabile. Pastaj qëllimi tjetër apo dimensioni tjetër është ekonomik që zhvillon rajonin e jo me pas në stagnim që pastaj vetëm i ushqen tensionet. Dhe se vendet e pazhvilluara shkojnë deri përplasje dhe tensioneve e kanë demonstruar pothuajse në tërë rrugtimin e tyre shumica e shteteve të bllokut lindor, veçanti ku vjen edhe fatkeqësisht edhe Ballkani që takojmë ne. E qartë. Zoti Berisha, nga ana tjetër, midis këtij fokusi më të shtuar të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe në Ballkan, mendoni se do të kemi tashmë se i përket të dyja vendeve, pra Kosovë, Serbi, një model të ri ndërmjetësimi paralel, njësoj ndoshta si Bashkimi Evropian? Ju e pat një sjellje shumë interesante të presidentit Trump në raport me të dy liderët. Konflikti i Kosovës për presidentin Trump nuk është konflikt. Është shumë minimal, është shumë i vogël dhe i papërfillshëm. Kjo ishte mesazhi që përçoj me atë, ajtë që ju dy, kur keni probleme thirrni mua. Sepse ai ka marrëveshja e Washingtonit në mos në tërësinë e saj, në elementet saktura, ajo prapë do të tentohet mu implementu në Kosovë, dhe është të domosdoshme, ju lutem, nëse dikush mundohet se ade ne na duhet vetëm një akt formal i njohjes, prapë ne jemi shtetë e fqinje fizikisht, gjeografikisht, dhe prapë do të përballemi me ujmanin i cili i ka ato kilometra dhe ai ka ofruar atje në zgjidhësit të lumit Mississippi. Domethënë ti mundesh me veprune për rrjedhën e lumit, por nuk guzon me larë sasinë ujë që në vitet për të mbështetur Kosovën në aspektin energjetik, por edhe në aspektin ekonomik, ujë, pisë e tjera. Pra, ose hekurudha që duhet kalojnë lidhën korridorët me Bashkimin Evropian nga Kosova përmes Serbisë apo autostradave tjera. Pra, këtu e në tema qertit e thëngjillit, e tjera. Pra, të gjitha këtu nuk mund të shmangin dhe ju e pak mënyrën natyrën e bisedurit. Ai faktikisht e bëri të ditur, dhe ne duhet jemi realist, unë jam ushtarak. Kosova ka një full sofa agreement me Ajovën, se i përket forcës, por në Serbi këtu operon Ajova. Kemi aliancë për bashkëpunim, ka status plot forcë, është si ne në Ajovë, si Ajova në Kosovë, ne jemi një ushtri. Pastaj në Serbi është garda e Ohajos, që i stërvit që nga ushtari serb atje, i forcat armatosura të Serbisë, deri te shtabi general atje. Pra, presidenti Trump kur flet nga ky prizëm, se e din që janë dy territorë që i kanë në kontrollin e forcave ushtarake apo në kontrollin ushtarak vetin. Une, kur ndodhi ky miratimi i ligjit që autorizon buxhetin e mbrojtjes në SBA dhe Kosova ishte pjesë e këtij buxheti, kjo do të thotë se është territor ku Amerika shef edhe sigurinë e vet, duke e mbrojtur atë territor. Çfarë bën me përkthyen terma? Në Kosovë jetojnë shqiptarët, ne shqiptarët, por edhe disa komunitete të tjera. Kosova është tokë, Dardani, Ilire, Pellazje, ku ta diu në histori. Por në aspektin dhe mbrojtjes dhe sigurisë,
është pronë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Njëjtë siç po synon Grenlandën, siç e mori Venezuelën, e siç do t'i kapë edhe shumë shtete tjera të atij BRICS-ut që ndërtuan Rusia, Kina, India, dhe do ta shtrijë, domethënë, fuqinë e mbrojtjes së interesave gjeostrategjike, ekonomike, politike dhe sigurisë amerikane në çdo vend të botës, ku Kosova është një ndër to. Prandaj, edhe këto tendenca për ta parë nga prizmet ndryshme, unë mendoj se janë jo reale dhe një duhet ta kemi të qartë. Ne po ndërtojmë një shtet me parimet e demokracisë, me institucione të reja, me mekanizma të sigurisë dhe të mbrojtjes, por që në një përballje të madhe ushtarake nuk do të ishte reale ta them fjalë ato shprehjen e ministrit aktual të mbrojtjes edhe të qeverisë kaluar, se në një rast të një konflikti me Serbinë nesër na duhet mbështetja e KFOR-it. Mendoj se ky ka qenë deklarimi më absurd, do të ka qenë ideur, ndoshta në gjendje jo deliri, përndryshe mençuri në aspektin strategjik dhe ushtarak nuk është vetëm fokusi në ndërtimin e kapaciteteve ushtarake që janë një domosdoshmëri, por që në aspektin e fuqive ekonomike nacionale të Kosovës lënë shumë për dëshiru. Prandaj mençuria është ndërtimi i aleancave me partnerë të fuqishëm. Dhe ne e kemi prioritet dhe orientim strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët janë prezente në Kosovë. Këtu do ta kemi preokupimin ndërtimi i aleancave të fuqishme, siç është ajo me Shqipërinë dhe Kroacinë, ta zgjerojmë edhe me shtete tjera. Sa më shumë shtete që futim në aleancë, garantojmë më shumë sigurinë tonë dhe të ardhmen tonë, sepse zbuglojmë numrin e armiqve. Se pa kur qenë në aleancë në kupton se jemi bashkë si në zhvillim, si në avancim forcave dhe doktrinave, por edhe në rast sulmesh. Prandaj kjo është zhvillimi i mençur për Kosovën, e jo për tendencat. Unë synoj dhe kam objektiv dhe pres ta kenë edhe shteti i Kosovës të bëhemi një Izrael midis botës arabe, dhe ne të bëhemi një superfuqi midis vendeve që kanë lidhje të ndryshme historike, tradicionale me Rusinë, e cila ka synime tjera në Ballkan, e që ushqen dhe zhvillon edhe më tej atë Iranin e vet, atë proxin e vet në Ballkan që ka Serbinë, po e ka impaktin edhe në shumë shtete tjera, se ne nganjëherë po harrojmë. Se ashtu siç e themi ne se Kosova është shteti i dytë shqiptar në deklarimet tona folklorike që është reale, edhe Serbia thotë se Mali Zi është shteti i dytë serb. Edhe po synon edhe Maqedoninë ta dezorganizoj dhe ta ketë fuqinë e vet, krahas Bullgarisë, Greqisë, edhe Shqipëria që duhet ta synoj për shkak të çështjeve historike që lidhen me atë shtet. Prandaj kjo është tendenca të krijojmë sa më shumë aleanca, edhe me këto shtete që dikush i synon si dëvetat, të kemi aleanca edhe me Malin e Zi, edhe me Maqedoninë, edhe nesër me Bosnën, edhe ta krijojmë një blok mbrojtës në raport me Serbinë, qoftë shërben edhe me tutje si satelit proxy i Rusisë, sepse këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të arrijnë impaktin e tyre përkundër lojrave diplomatike dhe politike që edhe më tej i bojnë Franca dhe Gjermania kryesisht për shkak të presionit rus. Edhe në çështjet e gazit, edhe në çështjet energjetikës, edhe në zhvillimit ekonomik dhe impaktit rus për atë ekonomisë ruse. Ju dini se kur u planifikua që Kosova të pavarësohej në aspektin energjetik, ishte ndërhyrja e vetë Gjermanisë dhe Francës, Macron dhe Merkel në atë botë, që ta gjenin një lider në rajonin e Ballkanit, se Kosova është epicendra e pavarësimit energjetik Ballkanit. Prandaj do të shkruaj gjendja një lider që do të kundërshtonte edhe kundër globalin, i cili filloi në vitin 17 dhe në vitin 22 do ta vënte në prodhim të energjisë Kosovën, e Kosova si vendi, duket është vendi i katërt në Evropë me rezerva të ngjilli, do të ishte edhe eksportues fryme. E jo sot që t'i varur nga rryma serbe. Pastaj, projekti i gazit i cili erdhi pas njohjes së pavarësisë nga Izraeli, ishte po ashtu një projekt që sillte rafinerinë në Greqi, por si rezultat i kësaj do të ishte njohja e Greqisë dhe Çipros greke. Dhe do ta zbritë nga numri i Bashkimit Evropian, i shtetë mosnjohës të Bashkimit Evropian në 3. Po ashtu do të kishte shtrije nga Greqia në tërë Ballkanin perëndimor. Pra ishin projekte gjeostrategjike amerikane për pavarësimin energjetik Ballkanit dhe ndalje të impaktit ekonomik rus në Ballkan, një projekt që nuk e ndalin dhe nga presioni i Rusisë në farforme gjetën aleatin e tyre në botë Merkel dhe Macron, është Zoti Kurti i cili kundërshtoi gjitha këto projekte amerikane, dhe ja ku jemi sot të varur tërësisht nga Serbia, e cila rafinerinë e gazit rus, Gazpromit e ka në Nish, një qytet në afërsitë të Kosovës. Pra këto janë lëvizje gjeostrategjike që unë mendoj arshtojnë plotësisht
lojalitetin ton dhe në nënshkrimin e iniciativa amerikane për mbrojtjen e paqes kutën e botë, përfshi dhe Kosovën dhe Shqipërinë apo botën shqiptare përgjithësi. E qartë, mirë, zoti Berisha, kemi arritur në fund të këtij emisioni për ditën e sotme, vazhdo të shihemi sërish herë të tjera. Ju falenderoj për gjitha informacionet. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, pas pak rikthehemi në pjesën e dytë për të ndalur tek gjeopolitika. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë, ku do ndalemi tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë rritur praninë ushtarake në rajon dhe Irani fortifikon objektet bërthamore dhe bazat raketore. Ndërkaq tensionet po lëvizin nga retorika në kalkulime strategjike dhe bisedimet indirekte në Gjenevë mes delegacioneve amerikane dhe iraniane përfunduan pa i pasur një marrëveshje të qartë, ndërsa paralelisht stohet edhe gatishmëria ushtarake. Dhe pikërisht për diskutuar rreth SBA-s edhe Iranit dhe marrëdhënies së tyre, kam të ftuar ditën e sotme Elianos Kasa. Elianos, përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Elianos, do të nisim me atë që unë sapo përmenda, pra tashmë marrëdhënien mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, grumbullimi i forcave tetare dhe ajrore amerikane, përfshirë këtu dhe aeroplanbajtsen, tregon përgatitje konkrete operacionale. Mendoni se tashmë Washingtoni është realisht pra në prag të një sulmi ndaj Iranit dhe a pritet të ndodhë kjo së shpejti? Atëherë, fillimisht duhet të emfazojmë se Shtetet e Bashkuara aktualisht kanë bërë dislokimin më të madh të ushtrisë amerikane dhe materialeve të ushtrisë amerikane në lindjen e mesme që prej pushtimit të Irakut. Me rreth 39 anjet cisternash aerore për furnizim me karburant, 29 avion të rënd transporti ushtarak, përfshirë dhe aeroplan mallrash Boeing C-17. Njëkohësisht, ditën e djeshme janë dislokuar gati 50 avion luftarak më shumë në bazat aerore në Irak, të cilët përfshin avion të tipit F-35, F-22, F-16, që është raportuar për mediave amerikane. Dhe ditën e nesërme është planifikuar, ose më saktë është lajmëruar se mund të ketë një lloj eskalimi ushtarak në Iran. Pra Shtetet e Bashkuara kanë, më saktë Izraeli ka konfirmuar se Shtetet e Bashkuara mund të kenë një aksion të koordinuar me to për një bombardim të mundshëm të Iranit ose të quturave bazave ushtarake të ushtrisë iraniane dhe faciliteteve të cilat mund ose sipas amerikanëve dhe izraelitëve po përdoren për zhvillimet e armëve bërthamore ose të centraleve bërthamore në Iran. Pra, nëse do të ketë një sulm apo jo është akoma e paditur, po që ditën e nesërme është një ditë vendimtare ose një tregues nëse gjendja do të eskalojë deri në një konfrontim ushtarak apo jo. Aktualisht Irani është në gjendje alerti nga dëshminë e parë ushtarake. Ne dim që gjatë kësaj jave, përveç takimeve që qytetarët e ju në Zvicër, janë zhvilluar edhe javën e kaluar, u zhvillua takimi në Oman, ku në të dyja rastet delegacionet amerikane dhe iraniane u takuan për takime bilaterale, por pas një konkluzion ose një marrëveshje ose të paktën një dakordsim që mund të tregonte se gjërat nuk do të eskalojnë si në rastin e Venezuelës ose në rastin e aksioneve të mëparshme amerikane të ndërmarra në lidhjen e mesme, flasim pushtimin e Irakut, intervencionimin në Siri ose në Libi, pushtimin në Afganistan dhe të tjerë. Pra gjendja mund të shkojë deri në konfrontim ushtarak, nuk është se kjo mundësi është hequr nga lista aktualisht. Por Elianos, nga ana tjetër.
Nga ana tjetër, nëse nuk ndodh ky sulm dhe nuk kemi një vendim final për atë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cilat janë faktorët që po peshojnë tashmë më shumë në vendimin final të presidentit të SBA-s dhe nëse do të nisë një operacion, mendon se do të jetë ai i kufizuar apo ndoshta do të kemi një luftë të gjë rajonale? Atëherë, fillimisht duhet të enfazuar se reputacioni i SBA-s në lidhjen e mesme është për tokë. Ne e dim, pushtimi ilegal i Irakut, pushtimi ilegal i Afganistanit, ndërhyrja në luftën civile në Siri, ndërhyrja në Libi, ndërhyrja në Sudan, bombardimet në Yemen e të tjerë, të gjitha këto nuk se kanë ndihmuar reputacionin amerikanëve. Pasi këto janë disa nga vendet më anti-amerikane në botë. Ku pothuajse miliona njerëz kanë humbur jetën për bombardimeve, për ndërhyrjeve direkte dhe indirekte, prej dislokimit të trupave e të tjerë. Pra, këtu nuk kemi të bëjmë me një territor mik, siç mund të ishte territori evropian. Këtu kemi një territor që është me një histori të gjatë luftrash. Ne dim që nga 2001 deri më sot, këto territore kanë qenë gjithmonë në luftë. S'kan pasur, siç e themi në Shqip, nuk kanë parë një ditë të bardhë ose një ditë paqe. Deri pak a shumë në këto momente, pavarësisht se ato vazhdojnë të kenë konflikte në disa rajone si veriu i Sirisë, veriu i Irakut, Talibanët, Sudani akoma në luftë civile, Libia gjithashtu e përçarë, Jemeni me grupet radikale të tjera të tjerë. Faktori i dytë që mund ta ndaloj, le të themi, eskalimin, do të ishte fakti edhe i diskreditimit të Izraelit. Pasi ne dim që Izraeli është i vetmi vend në lidhjen e mesme, i cili në mënyrë të çuditshme nuk ka pas një intervencionim nga amerikanët. Pasi ata janë një protektorat de facto i amerikanëve, ose jo në de jure, de facto ata dinë që amerikanët i suportojnë. Amerikanët kanë bërë të qartë që janë gati të bëjnë shkrume i gjithësinë e mesme, vetëm për të mbrojtur Izraelin. Dhe sot ata janë të vetmit, së bashku me hungarezët, të vetmi shtetet në botë, të cilët vazhdojnë të suportojnë qeverinë e Benjamin Netanyahut, e cila sot po kryen krime lufte dhe genocid në Palestinë. Të njohur ndërkombëtarisht. Njëkohësisht, qëndron edhe fakti se Irani nuk është Siria, Irani nuk është Iraku, Irani nuk është Palestina ose Sudani. Irani është shteti më i madh persik, ose persisht folës, me tradita shumë të vjetra, të lashta shtetërore dhe ushtarake. Është shteti më i madh në lindjen e mesme, në kuadër të territorit, po dhe të popullsisë. Është nga shtetet më të fuqishme ushtarake, me një ushtri të mirë organizuar dhe të mirë pajisur me teknologji ushtarake. Pavarësisht se ne kemi parë që Amerika dhe Izraeli kanë bërë 2-3 bombardime, kjo nuk mund të quhet që tregon dobësinë e ushtrisë iraniane. Pasi ne dim që dhe Irani dhe palestinezët, në fakt, kanë bombarduar territorin dhe qytetet izraelite. Çdo thotë kjo, se ushtria e Izraelit nuk është një ushtri e mirë përgatitur, elitiste dhe e mirë armatosur, jo. Ata janë nga ushtrit më të përgatitura në botë dhe më të mirë pajisura në botë me teknologji ushtarake. Por sigurisht, kjo nuk do të thotë që ti je i paprekshëm. Ne kemi parë që edhe në territoret e NATO-s dronët kanë hyrë dhe pavarësisht ata janë goditur, disa kanë rënë, disa kanë kapur disa objektiva, si flasim nga goditur sa shtëpi edhe gjëra të tjera. Pavarësisht çdo tregon kjo që ushtritë e vendeve të NATO-s janë të dobta dhe nuk mund të bëjnë ballë një ekskursioni prej 14 dronëve. Jo. Atëherë, dhe bombardimet, pasi në media diskutohet shumë kjo që Izraeli dhe Amerika bombarduan Iranin 1, 2, 3 herë. Okej, kjo do të thotë që ata janë të paaftë për të kundërpërgjigjetur dhe të pa fuqishëm për të dhënë një përgjigje të fortë. Njëkohësisht, veç ushtrisë iraniane, është edhe fakti se Irani nuk është vetëm në këtë iniciativë. Duhet theksuar se Irani ka mëshirë shumë të fortë
nga Rusia, nga grupet anti-amerikane si Huisët në Yemen, Palestina dhe nga qeverit si Afganistani, të cilat kanë marrëdhënie shumë, të themi, të delikate dhe të tensionuara aktualisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Plus, një faktor tjetër i rëndësishëm është se Irani aktualisht është pjesë e kuartetit të Brink. Kuarteti Brink është një term i ri i përdorur në akademizëm, kërësisht në Poloni dhe në vendet e Evropës qendrore lindore, i cili referohet bllokut Bielorusi, Rusi, Iran dhe Kore e Veriut. Nuk duhet konfuzuar me BRICS-in, pasi këta janë diçka më vete. Dhe të cilat karakterizohen nga vlerat e forta anti-perëndimore, anti-amerikane dhe euroskeptike në rastin e Bielorusisë dhe Rusisë. E këto vende kanë gjithashtu marrëdhënie shumë të ngushta ushtarake me njëra tjetrën dhe suplimime të tjera. Nuk është si në rastin e Venezuelës, në rastin e Kubës të tjerë, pasi ato janë larg, nuk është se ato ndikojnë kryesisht Korenë e Veriut ose Rusinë ose Iranin. Ndërsa ajo që ka ndodhur në Rusi, ajo që ka ndodhur në Bielorusi, që ka ndodhur në Iran dhe që ka ndodhur në Korenë e Veriut i impakton direkt dhe indirekt të katërt këto vende. Dhe duhet teksuar këtu se Rusia, për shembull, ditën e djeshme, së bashku me flotën iraniane, ka filluar stërvitjet detare të përbashkëta. Pavarësisht se, siç ka thënë dhe folës i Kremlini zoti Dmitri Peskov, Rusia ka shtyr, ka promovuar dhe vijon akoma që të promovojë diplomatikisht efortat për një zgjidhje diplomatike të konfliktit në Iran. Ata kanë vijuar të thonë se do ta suplimojnë Iranin, se Irani nuk është Venezuela dhe Irani është një shtet pak a shumë fitar në detin Kaspik me Rusinë. Dhe shumë i rëndësishëm për Rusinë në linjën e mesme, pasi shalati i tyre më i madh në linjën e mesme. Pas Sirisë, po Siria sot është 15-50. Akoma nuk di se ka për të shkuar deri në fund. Kështu që mund të pritet, për të përgjigjur dhe pyetjes suaj, jo vetëm një ndihmë ushtarake, pas ndihma monetare e Rusë ka ardhur, siç e dim diku të 2 javë më parë, Rusia ka dërguar mbi 2.5 miliard dollar dhe valutë huaj për të ndihmuar gjendjen e inflacionit që aktualisht po kalon në Iranin. Mund të pritet edhe një ndihmë, e cila nuk ishte çuditshme të vinte nga Korea e Veriut. Siç e dim, Korea e Veriut është duke u hapur shumë ushtarakisht, duke u ingranuar në bllokun e Brink, gjithmonë më shumë. Dhe Irani është një partner i rëndësishëm ekonomik, ushtarak dhe politik për Korenë e Veriut. Kështu që duhet parë fakti që Korea e Veriut, sidomos sot që me programet e saj dhe fillimin e kongresit të partisë që ka filluar ditën e djeshme, kërkon gjithashtu edhe sa më shumë të treqi investime dhe ta nxjerrë vendin nga izolimi. Dhe këto investime, valute huaj, ky ingranim në kontekstin e gjeopolitikës së tyre ose strategjisë së tyre të mbrojtjes, është të ingranuarit në bllokun euroaziatik, i cili përfshin edhe Iranin brenda. Pra rrugët e vjetra që ne nuk e mundafshim. Elianos, shtëpia e bardhë, ndërkaq ka paralajmëruar edhe rreziqe të mëdha pra për shkallëzim rajonal. Mendon se administrata është tashmë përgatitur për pasojat e një reagimi ndoshta nga ana e Iranit dhe pas Irani ka paralajmëruar më herët dhe për mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Mendon se kjo do të ishte arma më e fortë ekonomike e Teheranit? Unë e thashe për përsërisht, eskalimi, këtu jemi në një situatë që gjendja është 50-50. Pra, eskalimi është diçka fort e mundshme në kontekst aktuale dhe zhvillime në teren. Por çdo thot eskalim, siç e thash, do të thot dërgim, siç Amerika dhe NATO janë duke dërguar suplimime ushtarake në Ukrainë, Rusia ka dërguar suplim monetar, siç e thash, do të ketë ndoshta suplimim ushtarak
flasim në dron, avion ose sisteme antiraketore, do se rusisë i duan kryesisht më shumë për vete, po gjithsesi ata mundësisht kanë për të dhënë diçka. Faktori që ka për ta eskaluar ka përqyrë nëse Amerikanët kanë për të bërë një ndërhyrje në tokë, le themi invazion toksor të Iranit. Gjë që ka shumë pak mundësi, pasi ne e dim që gjeografia e Iranit është arma më e fortë që Irani ka, pasi vendi është një vend kryesisht malor, është një vend kryesisht si një fortesë, dhe ashtu si Afganistani ishte një tmerr për logjistikën sovjetike dhe amerikane gjatë dy pushtimeve. Irani gjithashtu ka treguar gjatë intervencionimit britanik e të tjerë që për perëndimorët është një tmerr për sa i përket strategjisë që duhet përdorur, për sa i përket logjistikës e të tjerë. Plus që vendi është i mirë organizuar, siç e thash, ka një ushtri të mirë organizuar, një ushtri të madhe dhe të mirë pajisur. Por faktori huaj, siç e thash, grupet militante në Sudan, në Yemen, në Palestinë, ose edhe në Irak dhe në Siri, në veri të Irakut dhe Sirisë ku ka qenë Shtetit Islamik, kanë për ta vështirësuar situatën ose për ta bërë jo aq të lehtë sa amerikanët mund të presin. Suplimimi nga ana e Rusisë ka për të qenë direkt ose indirekt, pasi ne dimë që Rusia ka për të dhënë diçka, ndonse të vogël, ka për ose logjistik. Ose mund të japim logjistik me përdorimin e satelitëve që ata kanë, gjë që ka për të ndryshuar totalisht lojën. Dhe siç e thash më parë, kuarteti Brink, ku hyn edhe Korea e Veriut, nuk mund të ishte diçka e pabesueshme nëse ne do të shikonim me dislokim trupash koreano-veriore, ashtu siç ndodhi në Kursk, të ndodhte njëkohësisht edhe në Iran. Pasi tek e fundi vendet kanë një participat të ngushtë ushtarak, politik dhe ekonomik, dhe Irani është nga pikat kyçe të marrëdhënieve të Rusisë dhe Koreas së Veriut në lindjen e mesme, siç e përmenda. Sa për eskalimi, nëse do të ndodhi, gjë që në realitetet e sotme është 15-50, siç e thash, ka për të përfshirë gjithë lindjen e mesme. Pasi unë e përmenda që në rastin e Iranit, me shumë mundësi Afganistani ka për të ndërhyrë. Me shumë mundësi grupet rebele kanë për të ndërhyrë, ose për të krijuar kaos, ose për të ndaluar trupat amerikane, dhe amerikanët do duhet ose të kërkojnë ndihmën e aleatëve, ose të lançojnë një iniciativë gjigande të tipit rus në Ukrainë, në lindjen e mesme, ku ka për të qenë bombardim masiv lindjes së mesme, ndërhyrje trupash, gjë që amerikanët është shumë e madhe për të riskuar. Në fakt, aleatët europianë, Elianos, aleatët europianë i kanë ndjekur sigurisht të zhvillime me shqetësim kohë të fundit, pasi edhe retorika e Donald Trump është ashpërsuar në rrjetet sociale, por edhe mbas takimit fundit që u bë në Gjenevë. Mendon se kjo krizë mund të përçajë edhe një herë SBA-n me Europën? Atëherë, gjendja siç e thash me evropianët është shumë delikate. Kriza e Groenlandës, fakti që presidenti Trump është duke shtyrë shumë efortat e paqes, dialogu në Ukrainë, gjë që për elitat burokrate në Bruksel në mënyrë të çuditshme është diçka që ata akoma nuk janë duke pranuar si realitet. Dhe marrëdhënia speciale që aktualisht SBA-ja ka formuar me një aleat të ngushtë të Rusisë, siç është Bielorusia, po dhe me dialogun e drejtë për drejtë që ata janë duke zhvilluar duke i mënjanuar evropianët nga dialogu me Moskën, duke se ka krijuar një farë ndjenje, le të themi, ftohje ose pabesie kundrejt amerikanëve. Por diçka është e qartë që personalisht dhe në bazë të me sa mediat kanë shkruar në Poloni, Rusi ose edhe të tjerë, nuk duket se evropianët kanë për të ndërmarrë një fushat tjetër kalorsiake siç e ndërmorën në luftën e Irakut ose në Afganistan. Nuk duket se evropianët kanë për të dërguar avion, trupa, tanke, siç ata dërguan kur Amerika pushtoi Irakun ose Afganistanin. Tentativat janë shumë të dobta, ndoshta Hungaria, Slovakia, ndoshta Polonia, ose vende të cilat janë shumë të ngushta në marrëdhënie me SBA-n,
Italia ndoshta gjithashtu duke qenë se është vend mesatar, marrëdhënie shumë të ngushta me SBA-n, mund të dërgojnë diçka, ndoshta suplime të tjerë, por që të marrin pjesë në një iniciativë kaq të madhe ushtarake është, le të themi, gjësat janë shumë të pakta. E qartë. Por që mund të ndodhi. Nëse amerikanët do të bëjnë, siç e thash, kjo është një lojë risku. Pasi ne dim për çfarë kryet presidenti Trump. Ai thotë që gjatë 2 mandateve të tij, ai nuk ka pas asnjë disfat, asnjë turpurim të ushtrisë amerikane, të fuqisë amerikane të tjerë. Donse duhet përmendur se ishte ai që mori vendimin për tërheqjen nga Afganistani, por tërheqja në mënyrë ose për fatin e tij të mirë, u krye nga presidenti Biden, që ne dimë se si ndodhi, me thënë që u kthye në një tur për ushtrinë amerikane. Me njerëz që kapeshin për avion, shumica armatime me ulan në Afganistan të tjerë. Pra ai nuk e pagoi koston politike për vendimin e tij. Por në rastin e një skalimi total në lindjen e mesme, në një tentativë pushtimi toksor të Iranit, në një tentativë, le të themi, eskalimi total të situatës, sigurisht përgjegjësia politike është e tij, pasi ky është viti i dytë i tij në pushtet, ai ka 2 vite të tjerë që do të përgjigjet. Pra, ose ka për të nisur një fushat të gjatë si Rusia sot në Ukrainë, ose si Amerika dikur në Vietnam dhe Afganistan, ose ai duhet të tregohet aq preciz dhe aq direkt në objektivat e tij ushtarake, gjeostrategjike, sa nuk ka për të zgjatur luftën më shumë, pasi ne di që fuqia e amerikanëve është fakti se ata bëjnë luftë të shkurtër, luftë precize. Luftat e gjata kanë koinciduar katastrofale për Amerikën. Pas ata kanë humbur luftë të gjatë, të tregojmë të sinqert. Ata humbën luftën në Vietnam, humbën luftën në Afganistan, dhe sot lindja e mesme, pavarësisht se ata thonë që kanë dislokuar trupe të tjerë, është totalisht në kaos. Pra këtu nuk ka asnjë fitore. Një diçka që mund të krenojë që u fituan, po ndoshta u shkatrua shteti islamik, ndoshta talibanët nga internacionalistë u kthyen në nacionalist islamik. Por me Iranin, çfarë do kërkohesh, çfarë ka për të kërkuar me Iranin? Me thënë, ku është pika synimi dhe çfarë a je gati, a janë ata gati dhe Evropa gati të mbajë përgjegjësi, pasi Irani është vend multietnik. Dhe ne dimë që nëse qeveria në Iran bie, e cila është shumë e centralizuar, mund të kemi dhe një separatizëm në Iran. Dhe shpërbërjen e shtetit iranian në disa mikroshtete ose regjione ose luftë civile të tjera që ka për të destabilizuar totalisht lindjen e mesme. Duke marrë parasysh që Irani ka dhe armë të shkatrimit të masë. Flasim dronët Shahed, raketat me rrezet të gjatë dhe primi ose me rrezet të shkurtër. Kështu që gjithë rajoni ka për të destabilizuar, dhe ky është rajoni i naftës, rajoni i ajrit të zi, i cili ka destabilizuar tregjet. Ndërsa sa për bllokadën që ju thatë, puna e bllokadave të ngushtisave është diçka interesante, pasi dhe Jemeni ose somalezët u munduan ta bënin disa herë, po që ata për flotën amerikane, ushtrinë amerikane, ata janë direkt të atakueshëm, nuk është se ka për të ndodhur diçka jashtëzakonshme. Ajo ka për të qenë në vite shumë riskuese, pasi ajo direkt dhe indirekt impakton dhe fuqitë e tjera, Rusinë, Kinën, Evropianët, Arabinë Saudite të tjerë, ose dhe Indinë. Kështu që ka për të qenë një lojë që ndoshta ka për të dhënë një impakt sigurisht ekonomik, po impakti nuk ka për qenë vetëm për amerikanët, pasi ajo ngushtisë përdoret vetëm nga amerikanët, ne dimë përdoret nga gjithë tregtia botërore, sidomos ato që lidhin tregjet e Azisë, në ato evropiane dhe ato afrikane. Kështu që një përdorim i tillë do të ishte suicidal në kontekstin edhe të suportit ndërkombëtar, pasi nëse Rusia, Kina, India e të tjerë do ta mbështesin një javë, 2 javë, nëse kjo bllokadë ngushtice vijon për një kohë shumë të gjatë, impakt ekonomik fillon të ndihet në këto vende, sigurisht ato do të shtyjnë me presion diplomatik, po ndoshta edhe ushtarak dhe ekonomik, që Irani të triqet nga bllokada. Pasi nuk janë vetëm amerikanët që i përdorin rrugën, siç e thash, rrugët tregtare sot janë të globalizuara dhe përdoren prej gjithë komunitetit botëror. E qartë. Mirë, Elianas, kemi arritur në fund, falenderoj për gjitha informacionet që ndave sot me mua. Faleminderit. Mirë të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish të hënën, deri atëherë, mirupafshim.